Sistemi I kullimit në segmentet e rrugëve kombëtare dhe rajonale mbetet një hallk e lënë në harres ndër vite, me pasoja të drejtpërdrejta për sigurinë dhe jetën e komuniteteve përgjatë tyre. Në aksin Fier-Seman-Bregdet, që shërben si nyje lidhëse për rreth 25 fshatra me qytetin e Fierit, situata paraqitet problematike dhe në një zonë vetëm 3 kilometra nga qendra urbane, në fshatin Çlirim të bashkisë Fier. Mungesa e funksionimit të sistemit kullues ka sjellë përmbytjen periodike të kësaj rruge, depërtimin e ujrave në banesa dhe dëmtimin e tokave bujqësore përreth. Kanali kullues I mbushur dhe I patrajtuar prej vitesh ka humbur identitetin funksional dhe sot ndodhet në të njëjtin nivel me trupin e rrugës, duke e bërë të pavlefshëm në çdo rreshje. Banorët flasin për një problem të përsëritur dhe të njohur, por që nuk është shoqëruar me asnjë plan konkret ndërhyrjeje nga pushteti vendor, edhe pse kjo rrugë rajonale mbetet e rëndësishme për qarkullimin dhe ekonominë lokale. Ata kanë ngritur shqetësime në televizionin Apollon për një problem I cili është I hershëm dhe I përsëritur, që lidhet me mungesën dhe mosfunksionimin e sistemit kullues në këtë segment rrugor, një ndër akset më të rëndësishme dhe jetike për banorët e zonës. Sipas tyre, në fshatin Çlirim, kanalet kulluese janë lënë në harres prej vitesh, mbushura dhe të papastruara, dhe humbur plotësisht funksionin e tyre. Si pasojë, çdo rreshje sjell përmbytje të rrugës kombëtare, të banesave dhe të tokave bujqësore, duke vënë në rrezik sigurinë e banorëve dhe qarkullimin rrugor. Ky kanal është kthyer edhe për ujërat e zezë të fshatit, që janë në shtëpi anës së rrugës dhe kërkojnë që të pastrohet. Kërkojnë nga bashkia që të vëri dorë të pastrohet kanali, pasi ka humbur gjuhën komplet, ka mbuluar nga kallemat, ferrat, barishtet. Ky është një kanal kullues që fillon toka nga Radosina deri te Çlirimi, ka mbytur edhe rrugën kryesore Fier-Seman dhe shtëpitë që janë anës këtij kanali. Ka disa vite pa pastruar dhe është problem për të fshatin. Falenderoj televizion Apollon që na vjen, na përgjigjës, ta çoj zëri deri larg. I vajta datit komunës. Ai komunës do ta bëjnë të asnjë çfarë nuk ka. Dua para. Në atë në ujërat e zezë edhe nuk ka gjë. Që kanë punuar 30 vjet në miner. Edhe nuk masha njeri fare në Baris nuk ka më lënë vend, edhe asnjë njeri nuk kanë ardhur vinë atje, veç që duan para. Kush do para? Më përmend as bashki, as ujësielës, as shejtan, as drejt. Ata shikojnë të rretën e tyre, nuk shikojnë për këtu që të vinë të shikojnë. Ne kemi 3 vjetë, unë bush me morra sa tjetë. Pavarësisht se rruga administrohet nga autoriteti rrugor shqiptar, sistemi kullues dhe mbrojtja e rrugëve nga përmbytjet janë një përgjegjësi e drejtpërdrejtë e pushtetit vendor dhe bordi rajonal I kullimit, nga të cilat deri më sot ka munguar çdo plan veprimi I koordinuar nga Bashkia Fier për zgjidhjen e këtij problematike. Kërkohet një reagim I menjëhershëm nga Bashkia Fier dhe nga bordi I kullimit, rekonstruksioni dhe vënia në funksion I sistemit kullues, si dhe përhartimin e një plani afatshkurtër dhe afatgjatë që garanton sigurinë e banorëve, mbrojtjen e infrastrukturës rrugore, qendrave të banuara dhe tokave bujqësore nga përmbytjet. Banorët thonë se heshtja institucionale përballet një problemi të njohur, përbën papërgjegjshmëri dhe cënon interesin publik. Sipas tyre, çdo vonesë më tejshme përbën jo vetëm dështim administrativ, por edhe shkelje të detyrimit për mbrojtjen e interesit të qytetarëve taksapagues, ndërkohë që kërkojnë që ky reagim të nxjisë përgjegjshmërinë dhe veprimin, jo deklarata formale apo justifikime të vonuara.